Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për krijimin e regjistrit qendror të bazës së të dhënave për pasuri të paluajtshme, i njohur si kadastra fiskale, një hap i rëndësishëm për administrimin e taksës mbi ndërtesën dhe për përmirësimin e menaxhimit të dhënave mbi pronësinë e pasurive të paluajtshme në vend. Ky regjistër shtetëror do të krijohet dhe administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, duke siguruar përputhshmëri me legjislacionin në fuqi dhe standardet e menaxhimit të dhënave shtetërore. Regjistri përmban informacion të detajuar për ndërtesat dhe njësitë e tyre, pronarët, zhvilluesit dhe përdoruesit, zona e vlerave me kufin gjeografik dhe çmimet e referuese, si dhe të dhëna mbi bazën e taksës, shkallën e taksës për përdorim banimi ose aktivitet ekonomik, ndërtesat e papërfunduara, kamat, vonesa dhe gjoba, detyrimet tatimore dhe rimbursimet. Për secilën njësi ndërtese, regjistri përmban gjithashtu informacion mbi sipërfaqen, kategorinë e vlerës, statusin e privatizimit dhe ndërtimit, përdorimin e njësisë dhe taksat të lidhura me të. Të dhënat për taksa paguesit përfshin identifikimin unik teknik, të dhëna personale për individet ose identifikues të personave juridik, adresë, statusin juridik dhe pjesën taksuese të taksa paguesit në njësinë e ndërtesës. Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë ka përgjegjësi të plotë për regjistrimin, përditësimin dhe monitorimin e të dhënave, duke asistuar me bashkitë dhe duke u siguruar që përdoruesit e sistemit të pajisen me kredencialet përkatëse. Bashkitë kanë të drejtë të regjistrojnë dhe korrigjojnë të dhënat për pasuri të paluajtshme brenda territorit të tyre dhe detyrimin të administrojë taksën mbi ndërtesën në regjistër duke filluar nga data 10 shkurt 2026. Regjistri do të ndërveprojë me baza të tjera të dhëna shtetëror, përfshi regjistrin e pasurive të paluajtshme, regjistrin kombëtar të gjendjes civile, regjistrin kombëtar të adresave, regjistrin tregtar, gjeoportalin kombëtar, regjistrat të sigurimeve dhe sistemeve elektronike tatimore dhe të lejeve, duke u siguruar integritetin dhe konsistencën e informacionit në nivel kombëtar. Autoritetet publike kanë të drejtë leximit dhe përdorimit të dhënave, duke mundësuar konsultime dhe printime ekstrakti sipas nevojës. Ky zëvendësim vendimi bën të mundur që vendimi të zëvendësohet me atë të 16 maj 2018 dhe ngarkon një varg institucione shtetërore për zbatimin e tij, duke përfshirë Ministrinë e Financave, Bashkitë, Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Agjencinë e Kadastrës, Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit.